Coach, you won the first game after the 4 losses. You interrupted that not so well series. What decided the game? It was very dramatic. You had 13-point lead. Once Golden Eagle Luleå was ahead of you, but you didn't lose the temper and you won this game. It could go both sides. Yes. For us, it's beneficial in this status where we are every win. We are practicing with one team, playing with totally another team, and we have injuries also. So I really believe that when everybody comes back, when we register some players which don't have a license, that the experience and rotation will be more deeper. Very important win against very good team, and I'm proud how we fight whole game, how we move the ball, especially in the first half. But our percentages and decisions are dropping because of lack of power, because of lack of players, of course. If you play with 6, 7 players, 8 players, that's problematic. Big win. Thank you. Thank you. Pra në pyetjen time ishte një ndeshje shumë e vështirë, një fitore shumë e vështirë, ka mundur të shkojë në të dy anët, pra keni mundur edhe ta humbni këtë ndeshje, mirë po fitore shumë e rëndësishme pasi e ndërpret atë serin prej 4 humbjeve dhe fitore shumë e rëndësishme, tha po, për neve ka qenë e rëndësishme që ta fitojmë këtë lojë edhe pse shkuam në avantazh. Në fund kemi fituar kundër një skuadre shumë të fortë, Golden Eagle Luleå. Kemi mungesa të lojtarëve të cilët janë të lënduar. Ne jemi duke stërvitur me një ekip tjetër e po luajmë me një skuadër tjetër duke aluduar në lëndimet dhe mungesat të cilat i ka. Po presim edhe regjistrimin dhe licencimin e edhe disa lojtarëve në mënyrë që të kompletohemi, ndërsa tha është shumë e natyrshme që të humbin atë avantazhin. Në pjesën e parë kemi lëvizur topin, kemi qarkullu topin shumë mirë po në pjesën e dytë pra na ka ra fokusi, ka ra ajo energjia e lojës për arsye të mungesës së energjisë, fuqisë edhe rotacionit, të cilën gjithsesi se do ta kemi kur lojtarët e ri të vinë dhe ne të komponohemi. Ishin fjalët e trajnerit Igor Jović, trajnerit të Bashkimit, i cili kështu pra pas 4 humbjeve rresht arriti fitoren e parë dhe mbetet në garë për 3 pozitat e para së bashku me Trepçën dhe Go+Pen. Me të vërtet po mduhet që në fund të çdo transmetimi dhe komentimi ta përmendi këtë, po ky edicion pas tyre 5 xhirove të zhvilluara të ciklit të dytë vjeshtor, ku secila skuadër po arrin ta mposhtë secilën skuadër, ku gjitha ndreshet po janë dramatike dhe fantastike, ky edicion, ky kampionat i basketbollit kosovar është lirisht mund të themi një prej kampionateve më të bukura në 20 vitet e fundit dhe kështu po mduket që edhe do të vazhdon të jetë. Pra Kazani basketbollistik sa po vjen e po nxehet. Nga Una Gon Fehmiu, ekipi realizues i Oksigjenit për Artmoshën kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni me adresën numër 1 të sportit në vendin ton, Artmoshën.